طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, jemi tek libri Bazat e dispozitave, Umdatul Ahkam. Kemi arritur te kapitulli Haxhit. Në dersën e kaluar kemi folur për udhëtimin e gruas pa mahram, fidjen. Sonte do të flasim për shenjtrinë e Mekkës. Shenjtrinë e Mekkës. Autori i librit thot u shejtrua Mekka për shkak të Çabës. Domethënë Mekka si qytet nuk u ka shejtruar vetë si qytet që është, po për shkak që Çabën e ka aty. Për shkak të Çabës, adhurimin ndaj Allahut subhanahu wa taala o shejtru. Se nëse shkon ti aty në Mekka, ki po çfarë rrugë ka për shkakun. Nuk është në një vend i bukur me thon. Mirë, po Çabëja e ka bërë shejtrume atë vend edhe që adhurohet Allahu subhanahu wa taala, dhe thotë shtëpia e parë tek e cila ju ndrejtu njerëzit për me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall, me të vërtetë shtëpia e parë, xhamia e ndërtuar për njerëzit është ajo që u ngrit në Bek, Beka është Mekka, e dobishme dhe udhërëfyese për mbar njerëzimin, suratul Ali Imran, ajeti 96. Çabën kush e ka ndërtu vllazni? E ka ndërtu Ibrahimi a.s. Zbashku me Ismailin a.s. Subhanallah, Ibrahimi a.s. për ndërton Çabën, zbashku me fëmijën e vet, edhe prap po friksohet apo ja pranon Allahu subhanahu wa taala atë ndërtimin që e ka bërë fi sebilillah. Domethënë që sa ka qenë i kujdesshëm, e ka bën një vepër për hir të Allahut, edhe prap po tutet apo pranohet as pi pranohet, edhe po bën dua. Edhe po ashtu pe lut Allahun azza wa jall që çfarë? Me lut, pe lut Allahun azza wa jall që më rujt prej shirkut. Pejgamberi Allahut. E ku jemi na? Pastaj thot, i dashuri i Allahut, ajo vazhdon të jetë e pastër, e nderuar, e shenjtë, madhështore deri sot në kohët edhe më të turbullta. Bile, Allah subhanahu wa taala thot, dhe ne bëm Çabën vend kthimi dhe vend sigurie për njerëzit, suratul Bekara ajeti 125. I dim që ka pas trazira apo ka pas tentime me shkatru Çabën. Po puna e elefantit, të dini viti i elefantit që është qujt. Mirë, po Allah subhanahu wa taala e ruan atë vend. Nuk e lejon që më u prish Çabën. Bile ka pas raste paraorësit e pejgamberit alayhis salam kur kanë ardhur me dëmtu Çabën, apo ja kanë marrë devet. Këti gjyshit a babës gjyshit ndohet pejgamberit alayhis salam, po edhe çka i ka thon ai këtynve, apo këta që kanë ardhur me elefante i kanë thon bëmi devet. Marrë thot, na po shkem me prish Çabën e ti bilip devet pi neve. Marrë Zotin e Çabës e ruan Allahu azza wa jall, apo domethën Çabën e ruan Allahu azza wa jall. Unë s'kom çka ruaj Çabën. Ti bjemi që ato devet e mija që mi ki marë, e për Çabën se komën e gale se runa i nalt me një aspekt. Unë është i mbrojtëm Çabja deri në ditën e gjykimit, kur do më thonë do të shkatruhet përfundimisht. Apo, pastaj thot e madhruan Çabën arabët që në kone i ignorancës. Edhe mushrikët e kanë nderu Çabën. Për dini, që kanë bot tavaf. Mirë po me idhuj, mbi 360 puta, gjysmës të zhveshur, të i ra shuplakave, më thonë kanë bo rrite pagane kanë bo. Mirë po, e kanë ditë që është vend i shenjtë me një aspekt. Edhe kur ka ardhur puna për me rujt, dhe më thonë për me bo një lloj ndërtimi, çdo herë kanë menu halal me pas, me bo me ndërtu Çabën apo një pelerin një aqit apo ku e diune, çdo herë kanë menu që kjo do të bëhen me halal, jo me haram. Për kundër asaj që janë konë, dhe më thonë, pagana, apo ku e diune, dhe më thonë, njerëz të devjuar. Erdhi Islami, ja shtoi madhështinë e shejtrisë Çabës, Allah mbrojti atë nga çdo lloj armiku, bile e kemi historinë e njohur që siç tham të posëduesve të elefantit. Gjithashtu kjo copë toke është vendi lindjes dhe profecisë të dërguarit të Allahut. Vendi lindjes Muhamedit a.s. Në Mekke ka lind Muhamedi a.s. Edhe ka shku në shpellën Hira, ku e ka rujt Allah subhanahu wa taala prej shirkut Muhamedit a.s. O largu prej miletit, këtë një shirk, parameno, në puta, nidhuj, të lifarsene, edhe është largu në shpellën Hira, duke menu për Allahun azza wa jall, për pastërtin. Se ka leju Allah azza wa jall që me ranë shirk.
derisa ka zbrit pastaj ajetet e para, Iqra bismi rabbike alladhi khalaq, më thonë Gjibrilin a.s. kur e ka pa gjithë ata krap, ja ka mbulu krejt ke qilin, apo. Edhe pastaj ka fillu shpallja. Nga kjo tokë thot vezulloi drita e Islamit, u përhap në këtë botën. Para më unë shpesh e them, prej Mekës në skej dynjos po themi, e në Skandinavi sot Islami lulëzon. Subhanallah. A kanë mujt me besu sahabët? Prej një skej me një skej tjetër. 7.000 kilometra, 6.000 kilometra. Edhe që tash Islami ju shkon në shtëpiat e tyre të ju muslimanëve. Allah i bashkoft muslimanët në devotshmëri dhe e bëft fjalën e tyre të vetme në lartësimin e Islamit. Tash e kemi hadithin 214. Ebu Shurejh Huwailit, aleikum salatullah, Ibn Amr al-Khuzai al-Adawi, thot Allah qoftë i kënaqur me të, transmeton se i tha Amr ibn Said ibn As kur ishte duke dërguar ushtrin për në Mekke. Më lejo pris të tregoj një fjalë që na tha profeti a.s. në mëngjesin e çlirimit të Mekkës. Tha, e dëgjuan veshët e mi dhe e ndjotha zemra ime. Pastaj thot, e pan sytë e mi kur tha profeti a.s. dhe e madhroi, pastaj tha, me të vërtet, Mekën e ka shejtru Allah azza wa jall. Mekën e ka shejtru Allah azza wa jall. Dhe thot, ditën që krijoi qiellin dhe tokën, dhe nuk e shejtruan njerëzit. Do më thonë, nuk e shejtrin njerëzit sikur që shbëjnë të krishterët. A i ki pa për shembull Shën Stefani, Shën Maria, Shën Filoni apo Fisteki. Kush i bëjnë këto? Të krishterët. Islami nuk i bën kështu. Islami vetëm Allah kone shejtran. Kone bekon, kone shejtran, kone bën të shejt, vetëm Allahu e marrin për Allahut azza wa jall edhe dëshmoj me fjalë pejgamberit alayhis salam. Sot për shembull shkon bot papa i thënë Shën Filoni. Deri dje kur gjësu konë, për një moment njëri ju bëhet një pris i një organizatet caktuar si që është Vatikani apo kojë dione, apo i kishet caktuar edhe me një herë e bëjnë të shajt. E bëjnë të shajt. Këto në Islam nuk lejohet kështu, shejtria i takon veç Allahut, Allah kondon e bën të shajt. Nuk i lejohet një njeriu që beson Allahun ditën e Kiametit që me derdh gjak në të. Në Mekke është ndaluar lufta vllazni. Nuk lejohet gjak me pas në Mekke. Sa është vend i sigurisë, vend i qetësisë. Pastaj i thot, e as të pres pem, nëse dikush argumentohet me luftën e pejgamberit alayhis salam, se dikush mund mu argumentu, se pejgamberi sa ka bo, apo do të thonë kur e ka marr Mekën, realisht Mekën nuk e ka marr me luftë. Thot, atëherë Allah ja lejoi profetit të vet dhe u ndaloi juve. Allah ja lejoi atij, qoftë mëshira Allahut mbi të, një pjesë kohe, shejtria e saj u kthye sërish siç ishte dikur, ai që është prezent, le ta informoj atë që mungon. I than Ebu Shurejhut, çfarë tha Amri? Thot, tha Shurejhu, më tha, unë e di më mirë se ty këtë gjë. Kuptimi i këtij hadithit. Çka nën kuptoj me këtë hadith? Amri ibn Said ibn As ishte prisi Medinës në atë kohë. Thot, i vendosur nga Jezidi. Ishte prisi Medinës, i vendosur nga Jezidi. Bukur. I njohur me llaqabin El Ashdaq, po përgatiste ushtrinë e tij në Mekke me shku me luftu Abdullah ibn Zubairin. Pe dini që ka ndodhur fitnja, domethënë me sahabeve, ka qenë fitnë shumë e madhe. Edhe disa prej ekstremistëve për shembull i marrin këto argumente që Abdullah ibn Zubairi është ngrit kundër prisit, apo edhe tash disa e lejnë kohën e sotshme, më thonë me bëu xhurugje revolucione të ndryshme, apo për shkak prisit që nuk gjykon me ligjt Allahut, ose është i keq, ose është zullumçar, me këtë argument të Abdullah ibn Zubairit, apo. Bukur. Shkoi thot tek ai Ebu Shurejh Huwailit ibn Amr al-Khuzai që ta këshillonte për këtë veprim. Shkoi me këshillu që ky Ebu Shurejh që mi thonë, para se me shku mi adhon disa fjalë që i ka dëgju prej pejgamberit a.s. Po shkon me një vend ku po don me luftu Abdullah ibn Zubairin, po ka dal vllai jam po të kallëzoj një herë se çka ka thonë Muhamedi a.s. Para se me shku. Bukur. I këshilluari ishte me pozitë. Prijes. Kështu që Ebu Shurejhu bëri një hyrje që e zbukuronte këshillën. Prej këshillës vllazni është prej mirësisë këshillës, prej adabit këshillës, apo edepit këshillës, është që mas pari me livdu. Mja tregu të mirat njeriut. Mja marë zemrën me një aspekt. Se ti kur ti thu, Allah të shpërbleft, ti e prisi mirë, ti e ki bo këto, na ki bo shumë dobi, e zbut njeriun.
E pastaj me kalimin e kohës, me domethënë procedurë sipër të këshillimit, e ka ma let edhe ai me ta marrë të këshillën, apo? Nëse i shkon me shpërsi në fillim, normal se ti vetëse e ki prish këshillën. Edhe i bjerë si një lloj nënçmimi. Edhe ky ja bën një këshill të zbukuruar. Fillon me një këshill të zbukuruar. Çka thot? Kjo për shkak të urtësisë dhe pjekurisë së tij. Kjo hyrje e bën te këshillën më afër pranimit. Kështu Ebu Shurei kërkoi leje prisit që të mesazhonte një hadith profetik dhe se këto fjalë kishte dëgjuar pe pejgamberit alayhis salam. I tha që unë çto fjalë që tash që kam ti thon ty, që po do me shku tek Abdullah ibn Zubiri me luftu, thot kështu dhe kështu ka thon Muhamedi alayhi salatu wassalam. Profeti alayhi salatu wassalam mëngjesin e çlirimit Mekkës, çka buni? E lavdroi Allahun. Fillim. Pastaj e madhroi atë, pastaj tha, me të vërtet, Mekën e shndroi e shejtroi Allahu. Ditën që krijoi qiellin dhe tokën, hadithin që e citua. Nuk po e citojmë krejt. Nëse dikush vjen dhe argumentohet me ditën e çlirimit Mekës, atëherë thojeni, ti nuk je i dërguari i Allahut, vërtet ju lejua atij dhe nuk të lejohet ty. Lufta në Mekë nuk është e lejuar për gjithmonë. Nuk lejohet me luftu në Mekë. Sepse nuk bën me pas gjak aty vllazni. Sepse është dhe vend i ibadetit. Për atë arsye i shihni disa, zakonisht fatkeqësisht në disa vende tjera larg gadishullit arabik, vinë për shembull edhe me metoda të ndryshme duke piskat për shembull e bërtit me flamura. Në aspektin e nacionalizmit nuk shkon aty. Unë më marr tash me piskat në aspekt nacionalizmit, ky tjetër një shtet në aspekt nacionalizmit, ku e di unë, aty na jemi me tishat bardhe me ikrame, na jemi njësoj krejt. I marrin flamurat në kontekstin apo një shej me tregu prej kajt je, mirë po jo me bo nacionalizëm. Sikur t'ishte bërë kjo, pse midis çabës nuk e qiten flamurin e Arabi Saudite, edhe pse flamuri e Arabi Saudite është la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, po, mirë po nuk e kanë qitë. Vetëm mos me thonë që është simbol i shtetit. Për shkak të mos përçarjes, mos mu përqa musliman, aty jemi një, krejt jemi njësaj. Para Allahut subhanahu wa taala. Thot çka u veçua kjo kohë për nevojën që kishin për shërimin e saj, pas kësaj shitria saj u kthye siç ishte më parë, e pyetën njerëzit e Bushureimin. Çfarë qëndrimi mbajti Amr ibn Saidi? Tha Shurei, më tha, unë e di më mirë se ty këtë gjë, me të vërtetë shitria çabës nuk e mbron gjunaqçarin, as vrasin, as hajdutin. Përgjigjja e tij është më se e kot, ai po shkonte të luftonte atë që kishte më përparësi se ai për të qenë priz Abdullah ibn Zubairin. Këtu tash do të trajtohet meselja nëse gjaku nuk lejohet në Mekë. E nëse vjedh dikush, çfarë më bëj tash? Nëse vjedh dikush vllazni. Sheriati, aleikum salatullah. Sheriati çka bën? Ligjet islame çka bën? E presin dorën. Nëse e vret një person, sheriati çka bën? O gjak kjo. Çish më apo kësaj mesele? Domethënë tash do t'i trajtoj me lejen e Allahut subhanahu wa taala se ka pas njerëz që e kanë kryer një krim edhe kanë shkuar në Mekë, janë stregu. Tash a duhet me qu në vend ekzekutimin e dënimit? Ajo e trajtojnë ulemaja. Çka përfitojmë nga ky hadith? Këshillimi i prisave me butësi. Domethënë, prej mirësisë këshillës është, ai ka pozitë vëllai, ka ushtri, ka forca të rendit. Edhe është normale që me këshillu në mënyrën më të mirë. E merr këshillën, elhamdulillah. Se merr këshillën, e ke hek përgjegjësinë për Allahun subhanahu wa taala. Thot çka këshillimi i prisave me butësi, pasi ajo është komponenti më i suksesshëm në arritjen e asaj që duam. Të filluarit e fjalimeve, broshurave me falënderim dhe lavdrim dhe Allahut subhanahu wa taala, e marrim një dobi që para se me bëni këshillim, para se me bëni broshur, para se me bëni libër, fillojmë me elhamdulillah. Nahmeduhu wa nasta'inuhu deri në fund, apo duke falendëruar Allahun subhanahu wa taala, duke i thënë salavat pejgamberit alayhis salatu wasalam, gradualisht për me dhon Allah bereqet pastaj në çat këshill. Nëse një punë nuk fillon me bismillah, s'ka bereqet, bereqeti. Pastaj thot, shejtrimi i Mekës starton që nga koha krijimit të qielleve dhe tokës. Besimi i shëndosh e zbras njeriu nga të rënët në haram. Për cilën hadith ndalimi gjakderdhjes së gjakderdhjes domethënë në mënyrë absolute veçanërisht në Mekë, ndalimi i prerjes pemëve, qofshin ato të mbira vet apo të mbjellat nga dora e njeriu e kështu me radhë. Nuk i lejohet askujt që të luftoj atë vras në Mekë. Më thonë e tham, e kuptum. Luftimin Mekë ju lejua pejgamberit alayhis salam
për një kohë, pastaj më u ndalu, edhe kur u çliru më Mekka, nuk bëhet Darul Kufr Mekka. Nuk bëhet më Darul Kufr Mekka. Vetë hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tani do ta transmetojmë që thot. Përcjellja e dijes tek ata që se din e kështu me radhë. Sheikh Islam ibn Taymija thot, nuk lejohet të priten pemat e zonës së haremit as bimet përveç idhirit dhe bimëve të mbjella nga njerëzit. Thot, vizita xhamive që janë ndërtuar në Mekë si xhamia Safa, xhamia Maulid e të tjerë nuk është prej sunet dhe as se pëlqyer. Idhir është një lloj druni apo aromatik që pejgamberi sa fillimisht ka thonë krejt nuk lejon. Mirë, po dikush prej sahabëve i ka thonë, neve na vjen ja Rasulullah, mi bo për shembull, na vjen për shtëpiat tona, për kulmat tone, disa prej gjërave që nevojiten, atëherë pejgamberi sa ç't pjesë drunit e ka leju. Ka thonë lejohet sepse ju vjen, njerëzve ju vjen, apo. Hadithi tjetër është hadithi 215. Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sa ditën e çlirimit të Mekkës tha, marrën mend hadithin qëra. Kushdo që thot prej grupeve ekstremiste, Mekka është Darul Kufr, dine që ata në mënyrë të drejtë për drejtë dalin kundër këtij hadithi të pejgamberit sa. Me çet hadith, s'ka tjetër hadith hiç. S'keni nevojë hiç mu lodh. Ço çka thot Muhamedi sa. Sa ata thënë Mekka u bë Darul Kufr. Saudia është qafira, edhe Mekka është Darul Kufr, se nuk gjykojnë me ligjsheriatet e ku e diun anë këni, edhe shikoni hadithin çka thot. S'ka më hijret pas çlirimit të Mekkës. Çka i bjerë s'ka hijret pas çlirimit të Mekkës? Nuk bëhet më Darul Kufr edhe njerë. Se hijreti bëhet prej vendit kufrit, apo kuptar? Prej vendit kufrit, me bo hijret në vendin islam, apo? E këtu po thot, nuk ka mo emigrim, nuk ka hijret pas çlirimit të Mekës. Kush e çliroi Mekën? Muhamedi alayhis salam. Me çka e çliroi? Jo me luftë. Veç hini edhe ja u fali kretëve aty ndë. Që ky hadith, kushdo që prej muslimanëve thot që Mekka është Darul Kufr, dine që ajo është indikon për ekstremizmit dhe i ka rro direkt hadithit pejgamberit alayhis salam. Se Resulullah sallallahu alaihi wasallam qartë po thot nuk ka thot hijret. Domethënë më nuk bëhet Darul Kufr. Nuk bëhet më vendi qafirave ai vend. Mundet më përhap gjunohet. Mundet më përhap gjunohet edhe të mëdha. Por se vendi kufrit ai vend më nuk bëhet. Po flasim Mekka. Nuk po themi vende tjera. Ka mundësi për shembull qytete tjera me ra, mirë po si Mekka nuk ndodh kjo me lenë Allahut azza xal, po thot çka? Thot përveç luftë dhe në jetë kur lipset lufta. Nëse u kërkohet të dilni për luftë, dilni ashtu siç e kërkohet. Ditën e çlirimit të Mekës tha, ky vend u shejtrua që ditën kur e krijoi Allahu qiellin dhe tokën, ai është shejtruar për Allahut deri në ditën e Kiametit. Nuk i është lejuar lufta ndokujt thot përpara meje, edhe mua nuk më është lejuar veç për një kohë ataneshme. Ai është i shenjtë me shejtrinë e Allahut deri në ditën e gjykimit, nuk këputen gjembat në të përzihet gjaku, as përzihet gjaku, nuk merret gjëja e gjetur. Pastaj thot, vetë se për t'i gjetur pronaren e saj, as nuk putet bari. Ai vend është i ruajtur, ata që kanë shku e din vllazni. Subhanallahu është vendi këshillimit. E shen një haram, shumë leti thush haram vlla. Ka pas raste e kemi pa një grup po hin shqiptare, e jonja. E lyme, e ngjyme, më zvet, futin dorëzën bashkan. E që para se me i në qabe veçenali, thot ti pas tre, spelen. Vend i rujtëm, o vllazni, vend i rujtëm më shtaj. Edhe i fshini, para me lyme, ngjyme, ketë buskuqe, i kishë bo gruja atë. Ku po shkon, janë dorëzën më shkan një badet. Edhe i fshin, masi që i fshin, hynë branda. Tjetëri shkon i pull dyrt e qabës aty, dyrt aty të vendi kur hinë para qabës, apo dyrt e xhamis pejgamberit alayhis salam. S'kemi argumente. Pse? Kemi argument që duhet me puth gurin e zi, hajde tash t'i puthim çdo sen që ka në qabe. Jo, s'është ashtu. Se kjo është bidat, apo do një ke pa. Ose letër e ku e dion e tili farë gjëra. Pastaj tha Basi, o i dërgumi Allahut, përveç i thirit, që jo tham çaj druni, sepse ajo i duhet farkatarit dhe i nevojitet në për shtëpia. Tha profeti alayhis salam, po përveç i thirit. Bukur.
Kuptimi i përgjithshëm i hadithit, u dërgua pejgamberi alayhis salatu wassalam në Mekën e shenjtë me i thirr banorët në Islam. Sa vjet i thiri banorët në Islam vllaznin në Mekë? A dini sa vjet? 13 vite. 13 vite s'ka pas dispozita. Ka pas veç me mësim të uhidit. Veç mësim të shahaditit me një aspekt. Mos mi bo shirk Allahu azza wa jall. 13 vjet. Pse? Po e pat të uhidin e sakt. Po e pat shahaditin e sakt. Përkundër asaj që mund mi pas gjunat e mëdha, herë do kura i kam shku në xhennet. Se s'ka shirk. Për atë arsye është fokusu Muhamedi alayhis salam 13 vjet në tauhid. Mja u pastru njerëzve besimin. Fuqishëm më konë. Bile në fillim i ka ndalu Muhamedi alayhis salam edhe me shku mi vizitu varrezat. Që lejohet mi vizitu varrezat. Sepse u përkujton vdekjen. Mirë po në fillim, shkoku që kanë qenë frikë sa e kanë pranu Islamin, i kanë adhuru mos them tyrbet, po putat, idhujt, e varri është një prej shkaqeve që të fut në shirk, i ka ndalu Muhamedi alayhis salam vizitimin e varrezave. Pastaj kur u fuqizu Islami, tauhidi, ka thonë ju ku ndalu, tash po a lejoj. Edhe është e lejuar me shku me i vizitu varrezat. Allah i madhreshëm u bëri rrugdalje dhe emigracion në Etiopi, e më pas në Medine. Kur e pa vllazni 13 vjet që kishte sulme apo sulme të ndryshme nga mushrikët, edhe nuk mundën me bajt sahabët, bojkotet të ndryshme, atër u urdhnu për Allah subhanahu wa taala me lon vendin e shejt, Mekën. E mirë. Shekh Albani që ka dhënë fetva për punën e Palestinës, kur i kanë pyet që na po sulmohemi prej jehudëve, po na vrasin, po na mysin, s'po mujmë mi bëj ibadet, ka thonë bëni hijret me një vend tjetër, forconi, pastaj ktheuni. I kanë thonë çifut Shekh Albani, jaudi i kanë thonë. E mirë, a o vendi shet Mekka? Urdhnu për Allah me lon Mekën. Qysh më rëqabën me lon dhe? A mund me dollë dikush sot me thonë? Po, njëjtën gjë po them, për Shekh Albanin kanë thonë. Apo më thu që mu kemi presionet mëdha për jaudive, po na vrasin, po na mysin, po na dhunojnë, ku e diune, s'po na lon Miqel xhamia, xhamin Aksa, mshele, ku e diune. Çka po do me don fetva Shekh Albani kallzëm ti mo. Çfarë fetvaje? U kry. Nëse është gjendja kështu, largoje shkon në Egjipt apo në një vend caktuar, fuqizoj, pastaj ktheu edhe heqi jehudët prej vendit të shejt. Kaç? Argument kemi. Mekka. A nuk është Mekka vendi i shejt? Allah pe urdhën me lon Mekën. Me lon Mekën vendin e shejt muslimanëve. Dikush a kish mujt me thonë, po nëse ti e lën Mekën, kujt ti e lën Mekën thot? Ku ka musliman mos ti? Por sa Allah subhanahu wa taala, strategjia Allahut azza wa jall është shumë më e gjerë se sa disa mendje ngushtë janë. Apo pastaj thot, kushtu emigroi pejgamberi sa sam, e më të emigruan edhe shokët e tij. Emigrimi u bë detyrueshëm sepse muslimani s'kishte mundësi ta praktikonte dhe zbatonte fen Allahut azza wa jall. Sot për shembull në Evropë lejohet mu praktiku Islamin, pak a shumë. I kanë ato kulturat e veta që munohen pak në tokë me të sulmu kulturalisht, po në aspektin e jashtëm të lejon me qelë në xhami, në mesxhit, në sen. Mirë po në Kinë ndryshon çështja. Vllaznit tonë musliman në Kinë e kanë më vështirë. Në Kinë i thu selam aleikum, të merë dhe thot hade si jebu radikal. S'len me dhonë selam, apo të shes si radikalist. Aty e ki ti haram me jetu vëlla. A nuk ishte e gjërë to ka Allah të bënit hijret, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? Jo, ta bëj një grup vëlla dhe pe sulme i Kinë, po e bën. Faron krejt edhe çka bësh mësej? Jo, po unë jem drejtëm, po tamam drejtëm, po jem disa metoda që ti nuk bën me i bo, duhet me i marë, si që ka bë Muhamedi alayhis salam. Profeti alayhis salam përmendi thot më pas daljen e shpejt dhe të menjëhershme nëse prisi e kërkon këtë. Nuk lejohet lufta në të duke marrë për shembull e duke u argumentuar me luftën e pejgamberit alayhis salam, sepse ajo ka qenë për një kohë caktuar dhe vetëm për Muhamedin alayhis salam dhe është ndaluar lufta deri në ditën e gjykimit në Mekke. Pastaj përmendi se shejtëria shtëpisë së shejt përmbledh çdo gjë për rreth saj, pemë që s'lejohen të priten, gjak që nuk lejohet të trembet ose të përzihet prej foles ose e si ta imagjinosh vrasjen e tij. Para mëno pemë nuk po lejohet mi prek. E lemu ti me vra njeri atje. Pemë nuk lejohet. Vendi sigurt dhe i bekum. Pastaj thot kur profeti alayhis salam e ndaloi kputjen e barrit, Abasi i tha: "O i dërguar i Allahut, përjashtoi thirrjen se po na vyn çaj druni."
Pasi kjo bimi nevojitet njerëzve për të mbuluar çatit, për të mbuluar boshllëqet e kapaqeve të varreve, si dhe për ndezjen e zjarrit, pejgamberi sa tha, përveç i thirit, tjera tha kputni. Tjera tha, përveç i thirit ai lejohet të kputet realisht. Çka përfitojmë nga ky hadith? Ndërprerja e emigracionit nga Mekka për në vende tjera, sepse falë Allahut, ai është vendi i Islamit. Edhe u kry meselja mo. E dyta, dispozita e luftës në rrugt të Allahut do të mbetet e detyrueshme kur plas lufta, edhe niyeti për luftë, momentin kur prisi e shpall xhihadin apo luftën, rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Jo secili kokë në vete me bë po thot po bëj xhihad. Jo. Urdhri duhet të jetë prej, udhëhecit i mira i keq është. Musliman duhet më kon. Gjinoa deri këtu e rëndësishme u kon musliman. A disa ka rëndësi nëse është një pris edhe krejt grupi është brenda një prisit rreshtum. Se sa me pas grupe. Se herdo kur grupet kanë me luftu në mëzveti. Pse luftojnë? Shkaku që secili kush me marrë udhëtësi. A ki pa partite na për shembull që luftojnë njëra me tjetrin. Pse? Për pushtet. E kur është një pris, krejt e kanë një hierarki direkt të njëri, nuk ka tere, nuk ka përçarje. Dhe çka kanë thonë ulemaja? Ishte një vllaj shqipnis në ditë dhe po tregon vitin 97. Çfarë fitne e madhe ka ndodhur në ato skemat piramidale. Dini ato që që të na u kon Pires Banka i thëshin, shkon i jep 10 euro, i ke marr 30 euro, i jep 100 euro, 300 euro. Tha para mendo, tha, vishin, tha jepshin parë, tha dengin me parë, kishte veç i gjujke parët kështu. Edhe tha i shkrujke, tha i mirë ke ato letrat ato thest e millit edhe i shkrujke deklarimit, kishte po deklaris sa parë i ke dhonë. Dhe në qatë mos ka arrit. Edhe është prish krejt, s'ka. Kur ka trazira, ulemaja kanë thonë mas mirë dhe është 70 vjet me një pris zullumqar, se sa një dit mos me pas një hierarki. Po qoftë edhe i keqe nëse është. Pse së trazirë shkaktohet. Nuk ka rregull. S'din sa po shkon tërshana dalish për jashtë atë vjet njerëzit, apo të vrasin. Më thonë muslimani mendon larg. Pastaj thot, fjala e pejgamberit alayhi salam, nëse u kërkohet të dilni në luftë, atëherë dilni, do thot nëse u lipse të dilni për xhihad nga ana prisit, përgjigjuni me një thot thirrjes, pasi kjo është e detyrueshme. Ndalimi i luftës në Mekë për çdo kon deri në ditën e Kiametit, dhe mendimet e dietarëve thot janë unanimizuar të gjithë dietarë rreth ndalimit të prerjes së PMV, përveç i dhirit siç tham. Tash një çështje tjetër është, a lejohet vrasja e personit të dënuar me vdekje nga një vend tjetër dhe shkon që të strehohet në haremin e Mekës. Ka vjedh një person, e ka mbyt një person me një qytet tjetër. Edhe u largu prej qytetit ku e ka bë krimin, edhe shkoi në Mekë. Çfarë më bëu tash kë? Qysh më ja bë? Nëse e vret, atëri bie që gjaku po derdhet, apo? Qysh më ja bë kësaj mesele? Shumica dietarëve të kohës së tabiinëve, me gjithë Imam Ebu Hanifën, Ahmedin dhe disa dietar hadithit thonë se është haram dhe se duhet këshillohet të manovrohet me këta persona derisa të dalin nga zona e haremit. Nuk lejohet. Se hadithi është që s'bën gjakdere me pas në harem, edhe nuk lejohet. Këta e kanë bindjen me hadithin mënyrë të përgjithshme edhe u kry puna. Imam Maliku dhe Shafiu thotë merret haku në harem sipas krimit që ka bërë. Këta e kanë bindjen që thonë nuk lejohet lufta, po jo dispozitën e gjykimit, ekzekutimit. Se nëse nuk kishte me pas ekzekutim të dënimit në harem apo në Mekë, krimet kishin mbushtu. Ti këtë njerëzit suni bën të mirë. Vendi nuk e shëtron njeriu. A mund me pas krime? A ka pas haramxhi në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? A ka pas munafika në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam? Ka pas. Nëse e din që s'ka këtu ekzekutim dënimi, shtohet dhuna, shtohet hajnia. Ma thonë, këtu ka hilaf mesin e dietarëve, çush i kanë kuptu hadithet e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Imam Maliku, Shafiu dhe dietarë që e pasojnë mendimin e tyre argumentojnë me përgjithësinë e haditheve, që gjakderdhe nuk duhet me bë, edhe kryhet puna. Grupi i parë, mirë po, pejgamberi alayhi salatu wassalam urdhroi për vrasjen e Ibn Hatlit dhe po të ishte i kapur pas mbulesës së Çabës. Gjithashtu këta dietarë krahasuan të dënuarin me vdekje me personin se meriton vrasjen për diçka që ka bërë brenda në harem. E ka ekzekutu dënimin. Tu e kemi argumentin që lejohet mu ekzekutu dënimi, por lufta nuk lejohet.
Grupi I parë që nuk e lejon vrasjen argumentohet me fjalën e Allahut dhe ai që hyn në Mekë është I sigurt. Është I sigurt. Sura Ali Imran 97. A nuk u kemi mundsuar atyre haremin vend të sigurt? Ti dhe me këpëthu vend, Allah po thot vend I sigurt ndërsa ti po bën, po ekzekuton dënimin dhe po bën gjak. Apo nuk kuptohen kështu. Nuk kuptohen kështu. Argumenteve të dietarëve që e kundërshtojnë këtë mendim, ata u thonë se hadithet kanë ardhur në mënyrë të përgjithshme dhe nuk e përfshin këtë gjykim, për sa I përket urdhrit për vrasjen e Ibn Hatlit, nuk përbën asnjë lloj argumenti sepse urdhri u dha atëherë kur u lejua lufta në harem për profetin alayhis salatu wassalam. Vrasësi I cili ka ardhur dhe është strehuar në harem I përngjan më shumë atij I cili pendohet nga gjunahet. Çfarë tash ku kanë ikta? Vrasi, I cili ka bë vrasjen jashtë Mekës, ka ardhur Mekë u pendu. Pse me vrata ashta, më kupton. U pendu po ti ke bë krim o vëlla. Më kupton. Ti ke bë krim. Po jo, po shkoj mu pendu, është se çabi, aty para çabës po dal ja rafalem. Po ti ki pendim para Allahut, veç ki duhet edhe halallin mja lyp pasardhësve të ti. Nëse ata ta bëjmë halal, djali I ti, gruaja ti, ku e diun, domethënë ata pasardhësit e ti, po ama ti ke vrarë njëri, edhe duhet me marrë ekzekutimin. Ibn Hajiri thot përsa I përket vrasjes të ndodhur në harem, dietarët kanë rënë dakord se jepet dënimi I vrasjes. Edhe që kjo është përfundimisht argumenti ma I sakt që ekzekutohet dënimi dhe për fund e kemi Mekka u çlirua me luftë apo me rrugë paqësore. Shumica dietare midis tyre Imam Ebu Hanife dhe Ahmeti thonë se Mekka është hapur me forcë. Imam Shafiu thot se Mekka u hap me paqe. Nëse do t'ishte hapur me luftë, atëherë pejgamberi alayhis salam do ta kishte ndar plaçkën e luftës, po se ka ndar. Ka thënë të falen një kret, a ka një atë? Ata janë tut subhanallahu, se kanë bë krime. I kanë largu njerëzit, I kanë dhunu njerëzit, pasuninë ja kanë marrë 3 vjet, ju kanë bë presion. Edhe tash është normale ajo, logjike është që gjithatë zullum na keni bëju neve, e tash pritne kur ju vim na. Po Muhamedi alayhis salam ka qenë mëshirues subhanallahu. Ka hi mranda I ka thonë të falen njëni. Për kundrazi, ju ka thonë edhe pushtet atynve që e kanë pranu Islamin, prej atynve që kanë pas edhe para Islamit pushtet ju kanë dhonë. Sa ai person që ka pushtet para hyrjes në Islam, edhe kur hin në Islam, prap ka qef me pas pozitën e pushtetarit, I ka dhonë pushtet. Subhanallah, I ka dhonë pushtet. Rasti më konkret është Perandoria Osmane kur ka ardhur tek ne. A din që ka pas një strategji Perandoria Osmane që ju ka dhonë pushtet njerëzve vendali. Vendalit e kanë pas pushtetin. Vllazni, nëse unë që tu jam pushtetar, edhe ju më njihni mu, vjen një perandor prej jashtit, edhe mu nuk më nguc, thot ti rri pushtetar. Ju shumë ma let mu më bindeni se sa ati, apo? Pse se thot, e kom njërin teme kom. Edhe kështu ka funksionu 5-600 vjet Perandoria Osmane. Momentin kur në fund ka ndalë gjënë Turqit, turqizëm me nacionalizëm, vallai, ti nacionalizëm, edhe këtyve ju ka një fitili shqiptarve nacionalista, kanë hi masej, une jam shqiptar, ky tjetri bosnjak, ky tjetri turk, edhe kanë hi fesatet, kush ka fitu vllazni? Slavt ortodoks e Ballkanit, edhe na kanë pushtu, vendet muslimane I kanë pushtu, me Maqedoni, me Kosovë, me Shqipni, me Bosnë, me Kret, domethënë I kanë pushtu Kret, kush? Slavt. Edhe shkosh me keqe subhanallahu, sërt shkijet ju kanë dhënë shqiptarëve armë për me luftu Perandorinë Osmane. Para mëna. Me I dopsu, pastaj I kanë hi dhe I kanë sulmu vetë shqiptarët e ja u kanë marrë territoret. E muslimani do të më kanë I meqëm në këto gjëra. Pastaj thot shumica dietarëve argumentojnë me fjalën e pejgamberit alayhis salam, nuk është lejuar lufta ndokujt para meje, edhe mua nuk më është lejuar përveç për një kohë së tanishme, si dhe nëse dikush argumentohet me luftën e të dërguarit të Allahut, ai ju lejua profetit për një kohë dhe pastaj u ndalua dhe profeti alayhis salam hyrë në Mekë në gjendje lufte ushtrinë ndau në 5 pjesë, pjesën e përparme, të mbrapmen, të djathtën, të majtë dhe pjesën e mesme, lufta u ndes midis Halid ibn Walidit dhe kufarëve Quraysh, prej të cilëve u vran një pjesë e mirë. Profeti alayhis salam u tha ensarve, ai shikoni mendje lektët Quraysh dhe ata që I pasojnë ata, kur t'i gjeni vritni, Ebu Sufjani tha, o I dërguari I Allahut, a do t'i shfarosësh Qurayshët dhe për kësaj dite nuk do të ketë me Quraysh, tha profeti, kush qëndron brenda shtëpisë së tij është I sigurt. Domethënë nuk ka qenë edhe Kret
paqësore. Domethënë ka pas një pjesë e luftës, por në fund i ka falë Resuli alayhi salatu wassalam, nuk ka bë krime. Kush qëndron brenda shtëpisë së tij është e sigurt, a merren në zotrim banesat apo shtëpitë e Mekës. Shumica dietarë thonë se nuk merren në zotrim, të gjithë muslimanët janë njësoj në to, sikurse veprohet me xhamit dhe profeti alayhi salam i siguroi banorët e Mekës edhe i favorizoi. Domethënë çështën i favorizoi, as nuk i mur plaçkat e luftës, çush është xhihadi, kur çkan për shembull me marr një territor, ja merr plaçkën e luftës, apo plaçkën e luftës, robreshat, këto sanet janë. Mirë, po pejgamberi sa i fali krejt dhe nuk i çoi këto dispozita në vend deri në takimin e radhës me çfarë kafshë lejohet të vriten në harem, pastaj kemi hyrjen në Mekë dhe në shtëpinë e shejt, pastaj kemi tavafi normat e tij, subhanike Allahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله يو شبر بلفت